Më kanë ardhur për vizitë, sidomos të reja, ose të ri, po më shumë vajza, po themi që mund të jenë të moshës 20-30 vjeç, të cilët janë bërë dhe nëna, dhe vinë mbasi kanë lindur fëmijët e vetë, edhe mbasi mund ta kenë 1-2 vjeç, 3-4, çon si ka, vinë dhe ankohen për dhimbje mesi, për një vizitë rutinë. Dhe ti bën këto vizitën tënde dhe kërkon minimalisht një imazheri që për ne një grafie thjesht pulmoni në dy të kolonës, në dy projeksione, si përballë edhe anash, na jep një lloj informacioni ku jemi. Dhe e bukur fare është në disa raste te këto vajza ti shikon një skolioz grade lehtë, po themi, të cilën e kanë pasur, nuk është se është bërë tani. Pra, unë jam i bindur që e kanë pasur që në periudhën e vet të adoleshencës ose të fëmijërisë dhe ka qenë e patrajtuar. Për fat ka ngecur aty. Pra nuk është përkeqësuar më shumë. Pyetja është çfarë mund të bëjmë ne në këtë rast? A mund ta rikorrigjojmë atë gjë? Me shumë mundësi nuk e korrigjojmë dot atë pjesë, po themi me metodat që përmenda përpara, fizioterapin, notin, ushtrimet që mësojnë fizioterapistët me radhë, pra balancimin muskular. Dhe mund të qëndroj që ajo skolios ngelet aty, por duke qenë se po flasim për femra të cilat lindin një fëmijë, lindin 2, lindin 3, mund të mendohet që mund të shtojnë në peshë, që është një element tjetër që ndikon. Patjetër, sepse shtatzania nëse nuk shoqërohet, po themi, me një dietë të mirë, me komplekse vitaminash për të zëvendësuar, mineralet, kalciumet, këto që fëmia i kërkon gjatë zhvillimit të barkut të nënës, ndodh një demineralizimi i pjesës kockore, në të rast vertebrave, e gjithë kockave të gjata, të cilat mund të adopsojnë sistemin skeletor dhe mund të japin deformime.